Partia po bllokon këtë proces. Ky proces ka qenë i bllokuar qysh në kryet herës pas themelimit të kësaj legislaturës. Kemi pa ndonjë tendencë aq serioze nga askush që të arrihet një marrëveshje kompromisi. Pra duhet mu shpërndar përgjegjësia në këtë situatë? Po normalisht përgjegjësia çdo herë duhet shpërndahet proporcionalisht, jo vetëm njerëz palës së palës tjetër. Proporcionalisht në bazë të madhësisë se cila parti ka përgjegjësinë e vet. Mendoj që ideja mbase e partive opozitare është që jo detyrimisht ato të kërkojnë daljen partia e parë aty nëse nevojitet dal partia e parë aty në nevojitet që eventualisht mundën me dalë. Nuk ndërhyj asnjë moment. Unë nuk thash që mund. Jemi interaktiv dhe ka mundësi. Jo me mua si interaktiv, unë kur foli, kur fol. Nuk thash asnjëherë që mundet me dalë, thash ideja e tyre është që jo detyrimisht suksesshëm janë nëse dalin partia e parë PDK ose LDK. Atyre i mjafton që eventualisht lëvizja vendosi të bie nën 30 deputet, nën 40 deputet, në mënyrë që ta kenë 2/3 për zgjedhjen e presidentit. Do thotë ky është qëllimi i tyre, është shumë i qartë. Tash pikpyetja vetëm është nëse faktori Vjosa Osmani do të jetë i mjaftueshëm eventualisht të shkaktojë një rënje të lëvizjes vendosje në mënyrë që pastaj pas një procesi të ri zgjedhor të formohej një qeveri e re, eventualisht edhe me një president pastaj të zgjedhur nga partitë opozitare. Mendoj që ky është qëllimi kryesor i tyre dhe do të ishte e palogjikshme sikur ato do të ishin aq serioz që ta marrin përpara këtë iniciativën e zgjedhjes së presidentit. Do përmend më herët Partia Demokratike e Kosovës, edhe sot me letrën e tyre, por edhe me propozimin e tyre para vendimit të gjykatës kushtetuese, ata shumë qartë kanë treguar se nuk janë për marrëveshje. Thotë mundësia e arritjes së marrëveshjes me PDK-n është e pamundur sot. Edhe në bazë të letrës, po në bazë të letrës cilën e kemi dëgjuar edhe nga zoti Hamza sot, në bazë të propozimit tyre pa emra, ka qenë propozim për ta shtyve të vendosje mos ta pranoj. Do thotë kjo ka qenë ideja. Në anën tjetër e dim që këto bisedimet me Lumira Begjikun kanë qenë të gjata, po nuk e di me çfarë substance, pasi që nuk ka ndonjë komunikim me publikun. Mirë po ajo që është shumë e qartë strategjikisht është që partitë opozitare çdo herë duhet të kërkojnë të shkojnë në zgjedhje në shpresën që të fitojnë. Dhe në këtë rast e ka një adut shtesë, të cilën ja u ka dhuruar vetë zoti Kurti, si thash në fillim, siç është zonja Vjosa Osmani, dhe jam shumë i sigurt që llogaritë e tyre janë që me ndihmën e zonjës Osmani ata do të arrijnë që më në fund të bëjnë një rënje të lëvizjes vendosje dhe të bëhet një ndryshim. A do të ndodhë kjo, nuk e di. Më herët të përmend për shembull fakti i buxhetit, fakti i refuzimit të akcizës. Do ta kemi të qartë që për një parti politike që fiton zgjedhjet e hyn në qeveri, buxheti është instrumenti kryesor për implementimin e atij programi. Kështu që është shumë normale që ajo parti që i ka numrat për ta votuar buxhetin nuk do ta merr parasysh asnjë propozim nga opozita. Kështu që për mua është shumë normale ajo, sa i përket pastaj edhe punës së akcizës dhe krizës së tashme. Normale është që asnjë propozim mos absolutisht është instrumenti kryesor përmes cilit një parti politike e implementon programin qeverisës. Dhe nëse unë programin qeverisës ja delegoj opozitës pa pas ndonjë nevojë për votat e tyre, nuk ka logjik, s'ka sens politik ajo. Kështu që nuk është për mua është s'ka nevojë të pritet një gjë